Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Bima që i ka çuditur të gjithë, merr një pak aloe vera dhe nuk do të vuani kurrë nga këto sëmundje. Aloe vera vazhdon të dëgjohet gjithnjë edhe më shumë vitet e fundit. Në fakt, ndërsa studimet vazhdojnë tregojnë se kjo bimë ka një ndikim shumë të mirë për trupin dhe përdorimi i rregullt i saj të jep shëndet. Këtu ju do të mësoni të gjitha problemet të trupit në të cilat përdorimi i aloe verës mundet të ndikojë duke përmirësuar shëndetin tuaj. Rregullon tretjen. Aloe vera është shumë e vlefshme për të kuruar problemet e zorrëve, fal vetive të saj të shumta antiinflamatore. Ajo ndihmon në rritjen e baktereve pozitive në zorë dhe kjo i mban larg gjithë çrregullimet e tretjes. Trajtimi i artritit reumatoid. Artriti reumatoid është një sëmundje autoimune e cila ndikon gjithë trupin. Sistemi imunitar sulmon indet e trupit duke krijuar acarim dhe ngërçe. Ka mbledhje të lëngjeve në kyçe, çka e përkeqëson situatën. Duke qenë se artriti reumatoid është një sëmundje kronike, të sëmurët zakonisht përdorin qetësues të ndryshëm, por këto sëmundje kanë ndikim të fortë në trup. Aloe vera jep rezultate të mira në uljen e inflamacionit të trupit si edhe në rastin e reumatizmës, acarimeve të veshkave, syve dhe artritit. Përbërësit e saj antiinflamator ndihmojnë gjithashtu në uljen e dhimbjes dhe ngërçeve pa e dëmtuar trupin. Për dhimbjet e muskujve dhe kyçeve, aplikimi i xhelit mbi lëkurë mund të lehtësojë dhimbjet e muskujve dhe kyçeve, por mos harroni të përdorni xhel të sapo përgatitur. Për djegjen e zemrës, keni probleme të rënda me tretjen, pini lëng aloe vera meqense ajo ul simptomat e refluksit të zemrës dhe stabilizon nivelin e alkalinës në trup. Ajo ka një efekt qetësues në muret e stomakut dhe ul djegjen e zemrës dhe parehatin. Fal vetive laksative, ajo trajton edhe kapsllëkun. Ul nivelin e kolesterolit. Aloe është shumë e mirë për t'i mbajtur të ulta nivelet e kolesterolit duke ulur trigliceridet. Përfshirja e lëngut të freskët të aloes në dietën tuaj ditore për të mbajtur në nivelet e duhura kolesterolin si edhe për të rritur nivelet e kolesterolit të mirë. Duke ulur kolesterolin ju po mbroni zemrën nga dëmtimet. Vlerat e xhelit të aloe verës janë me famë. Ajo njihet si një prej bimëve më mirëbërëse në historinë e njerëzimit. Megjithatë, lexuesi duhet të dinë që ngrirja e xhelit është akoma më mirëbërëse dhe me vlera. Xheli i ngrirë është i jashtëzakonshëm për lëkurën dhe për shëndetin dhe rekomandohet kundër disa problemeve shëndetësore. Përfitimet më të mëdha të xhelit të ngrirë të aloe verës. Problemet me tretjen. Konsumi i rregullt i xhelit të aloe verës zgjidh një sër problemesh me tretjen dhe parandalon rishfaqjen e tyre. Xheli është shumë i mirë kundër fryrjeve, gazdrave të tepërt, tretjes problematike, konstipacionit dhe aciditetit të lartë në stomak. Rezultatet janë të shpejta. Detoksifikimi. Konsumi i rregullt të xhelit largon toksinat nga organizmi. Këtë xhel ju mundet që ta përfshini në lëngje frutash dhe perimesh dhe ta pini atë përpara se të hani mëngjes për të përforcuar tretjen dhe metabolizmin. Kundër anemisë. Xheli i aloe verës është përdorur në kurat natyrale kundër anemisë, verdhësës, problemeve me fshikëzën dhe njëkohësisht me tretjen. Aloe vera mundet të përdoret edhe në gatim. Hormonet në ekuilibër. Xheli i aloe verës rikthen ekuilibrat hormonal dhe gjithashtu e zgjidh problemet shëndetësore që prekin pankreasin dhe shpretkën. Për lëkurën dhe flokët. Xheli i aloe verës shëron prerjet, çarjet, djegjet dhe gjithashtu e mban lëkurën dhe flokët tuaj të hidratuar dhe të butë. Sistemi imunitar.
Nëse ju e konsumoni këtë gjel në mënyrë të rregullt, sistemi juaj imunitar do të jetë më i fortë dhe më i mbrojtur sidomos në stinën e virozave. Si ta ngrini gjelin? Mënyra më e mirë për të përfituar ushqyesi dhe vlerat e gjelit të aloe verës është që ju ta ngrini atë. Duhet të keni parasysh që të merrni gjelin e brendshëm të aloe verës pa cipën e jashtme. Në këtë mënyrë ju do të ruani freskinë për një periudhë më të gjatë. Merrni disa gjethe aloe vera, hapini pak lehtas dhe nxirrni gjelin prej tyre. Gjelin ju mundet që ta hidhni në kubikët e akullit dhe më pas ta ngrini. Nëse diqni lëkurën, mund të merrni një kubik dhe ta mbani atë mbi zonën e lënduar ose lëkurën me akne. Nëse keni rrath të errët poshtë syve, këto kubik me gjelin e ngrirë janë armiku juaj më i mirë. Fërkoni zonën me gjelin e ngrirë dhe rrathët e zinj të syve do të zhduken. Nëse keni probleme me tretjen, konsumoni një kub me gjel dhe lëreni të shkrihet. Gjithashtu, bima aloe verës është një nga kurat më të fuqishme që na ofron natyra, sepse ajo arrin që të shërojë organizmin si nga jashtë ashtu edhe nga brenda. Nuk besohet të ketë një njeri i cili nuk ka dëgjuar apo mësuar për përfitimet të cilat vijnë nga gjeli i aloe verës. Kohët e fundit ky lëng çuditëbërës ka fituar mjaft vëmendje dhe popularitet në mesin e njerëzve që kujdesen për shëndetin e syve. Çfarë është lëngu i aloe verës? Lëngu dhe gjeli prodhohen nga gjethet e gjata të bimës. Mund të duket e vështirë, por në fakt gjethet e bimës mund të japin në lëng dhe në mënyrë tepër të thjeshtë. Pritini gjethet sa më pranë pjesës kryesore të bimës. Gjethet më pas ndahen në gjysmë sipas gjatësisë. Siguroni që ta keni hequr cipën nga gjethet, pasi cipa e jashtme është tepër e rëndë për stomakun. Nxirreni gjelin që keni përftuar nga gjethet duke përdorur një thikë. Pjesët e gjelit që keni përfituar i vendosni në mikser dhe i punoni derisa të merrni lëngun e aloe verës. Filtrojeni lëngun që ta pastroni nga çdo fibër e tepër që mund t'ju ketë kaluar gjatë heqjes së cipës. Tashmë jeni gati për fazën e fundit, atë të kombinimit me lëngun e shtrydhur të frutave tuaja. Mund të shtoni lëng portokalli, limon të verdhë ose jeshil. Përzijeni së bashku dhe shijojeni. Megjithatë, duhet të keni parasysh që vetëm 10 gram në ditë nga gjeli i aloe verës keni nevojë të kombinoni me lëngun tuaj të preferuar. Pirja e lëngut të aloe verës ka vlera të shumta dhe të shtuara për organizmin. Lëngu i aloe verës përmban një sasi të lartë ushqyesish të domosdoshëm, siç janë vitamina A dhe E, magnezi dhe kaliumi. Këto janë shtyllat kryesore të mirëqenies së brendshme. Antioksidant. Tek lëngu i aloe verës do të mund të gjeni një sër antioksidantë të fuqishëm, të cilët do t'ju ndihmojnë të luftoni radikalet e lira, shenjat e plakjes dhe disa sëmundje. Mbështetje për sistemin tretës. Aloe vera përmirëson mënyrën e tretjes së ushqimit. Nëse pini lëngun e aloe verës, do të arrini të zvogëloni sasinë e acidit në stomak dhe të parandaloni formimin e ulçërës. Avantazhe për funksionet e trurit. Sipas disa studimeve shkencore, pirja e rregullt e lëngut të aloe verës ndihmon funksionet e trurit për të kujtuar dhe mësuar, por edhe përmirësuar gjendjen e përgjithshme të humorit. Mbron sistemin imunitar. Imuniteti i mirë është një tjetër përfitim që vjen nga lëngu i aloe verës. Kjo fal antioksidantëve dhe nivelit të lartë të vitaminës C. Shëndeti dentar. Disa studime kanë treguar se pirja e lëngut të aloe verës ka një ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin dentar për forcimin e dhëmbëve dhe parandalimin e kavitetit. Përmirëson pamjen e lëkurës. Nëse pini lëngun e aloe verës, do të keni një lëkurë të shëndetshme, sepse lëngu ndihmon në heqjen e thatësisë dhe largimin e irritimeve. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë,
Kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.